Në gjithë ky takim ishte më tepër një forsë publike se sa substanciale. Fatkeqësisht droja jonë u vërtetua në këtë takim, meqense qëndrimet e deputetit Kurti, thirrësit e këtij takimi ishin pak a shumë të njëjtë ato që kanë qenë deri më tani dhe nuk as e respektonin, as se interpretonin njëjtë vendimin e gjykatës kushtetuese. Edhe për çështjen e votimit msheft, edhe për çështjen e përgjegjësisë për shumicën që i takon atij. Më lejoni që të theksoj se për LDK-n është evidente që përgjegjësia për krimin e shumicës i takon zotit Kurti me paragrafin 130 të aktvendimit të gjykatës kushtetuese, për e takon edhe drejta, po edhe përgjegjësia për të bërë shumicë. Zoti Kurti pranoi që s'ka shumicë, por kërkoi kushëzime në pozicionet paraprake që i ka pas deri më tani. Ato kushëzime janë që të votohet fshet ose të rrëzohet votimi fshet duke u votuar zonja Haxhiu sërish. Mos lëvizja nga këto pozicione bën fatkeqe gjendjen e tanishme politike, po për më tepër mos harroni se këtë herë kemi një akt gjykim të gjykatës kushtetuese dhe mos respektimi i gjykimit të gjykatës kushtetuese është për Lidhjen Demokratike të Kosovës hap i parë në përmbysjen e rendit kushtetues. Ne bëm thirrje, bëm përpjekje që të arrihet konsenzusi. E para që të na jepet e drejta, të votojmë për, kundër ose abstenim për kandidatët që propozohen. Në këtë periudhë ata kanë vendosur një pengesë që është procedura fshet, e cila për vendimin dhe opinionin e gjykatës kushtetuese me paragrafin 187 bëhet e qartë se s'është kushtetuese, është e papadrejtë, është e paprecedent në historinë parlamentare të Republikës Kosovës. Prandaj nuk mund të marrim pjesë në shkelje të kushtetuesës pas aktvendimit të gjykatës kushtetuese.